إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جماعة ndëruar, ne do të vazhdojna me vezveset e shejtanit të mallkuar dhe e cekëm se Iblisi, shejtani, nuk e lën birin e Ademit vetë se i paraqitet në çdo vend dhe në çdo sferë të jetës. E cekëm hutban para kësaj se ka tentuar që ta sulmon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që t'i bën mas pari vezvese pejgamberit alaihi salatu wasalam, e pastaj ka tentuar fizikisht që ta sulmon pejgamberin alaihi salatu wasalam dhe e ka pejgamberi alayhi salatu wassalam, por e ka lëshuar pasi që ju ka kujtuar duaja e vllavut të tij Sulejmanit alayhi salatu wassalam. Dhe e cekëm se shejtani vjen që të bën vezvese, që të prekish nderin e njerëzive, të flasish për njerëzit, të bën vezvese. Dhe e cekëm rastin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kjo është Safia, bashortja ime. Kjo është gruaja ime. Ja Rasulullah, s'patëm ne nuk mendojmë keq, nuk dihet. Shejtani vjen dhe ju bën vezvese në tru. Mendojni keq për pejgamberin e Allahut. Dyshojni diçka te pejgamberi i Allahut. Dyshimin pejgamberit të Allahut është kufër, dalje prej fejes. Për këtë ka dalni, kjo është bashortja ime. Në vendet kur akuzohesh, detyrohesh që ti të sqarojsh kush je ti dhe çfarë situate je, që ai mos të mendon keq. Do thotë shejtani vjen të bën vezvese që t'i prishe njerëzit me zveti. Por, vetëm kaq jo, Iblisi mallkuar vjen edhe në çështjen e biznesit, në çështjen e tregtisë, në çështjet e pazarllokut, tenton dhe vjen dhe të bën vezvese si të ta prishen jetin dhe të nxit si të fitojsh prej haramit. Allah na ruaj. Do thot rrezik, do thot shejtani është prezent edhe në treg. Shejtani është prezent në biznes. Shejtani është prezent në çdo vend. Sa ai nuk don ta shohë besimtarin të drejtë dhe të mirë dhe të haje prej halalit. Si vjen shejtani, vjen të bën vezvese, hajde se s'ka dert pak pse lëvdon mallin, hajde se s'ka dert pse e bën pak, hajde se nuk prish punë çati pak pse se lin, hajde se nuk prish punë pak pse se fshin çati në çosh. Nuk lun rol. Sa është punë e madhe, sa punë shumë e madhe. Kështu vjen shejtani, ta kujton fitimin e gjëra të vogla, thot ai se s'ka dert për këto. Dëgjoni një hadith që na transmetohet nga sahabiu Qais bin Abi Gharaza. Thot, neve në kohën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam na kanë emërtuar Samasira. Samasira nuk o fjalë arabe, është fjalë e huaj, që do të thot ndërmjetësues në shitblerje, apo agent i tregtisë, apo punëtori dikuj që punon, gjen mushteri, shet mall, blen pikti, jep atij ndërmjetësues, edhe emërtohet me një emër tjetër, do thot në gjuhën shqipe. Këton thot edhe një ditë thot kaloi Resulullah sallallahu alaihi wasallam pra nesh. Thot dhe na ka emërtuar me një emër më të mirë, më të bukur, edhe ajo ishte që na emërtoi pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha ja ma'sharat tujjar, o ju tregtar. Për atë ditë na emërtoi Resulullahi tregtar, jo agjenta të biznesit të tregtisë.
por tregtar, fjalë e cila është e mirë, e ëmbël, me autoritet të mirë, tha inna hadha al-bay, me vërtet në shitblerje, prezantojnë fjalët e kota dhe betimet, thot përzinja këtë me sadaka. Ka dalë treg pejgamberi Allahut, ishe njerëzit shesën, blejnë, dhe i ka emërtu, jo, nuk jeni ju agjenta tregtis, po jeni tregtar. Thot atër në tregti, në biznes, prezenton çka? Fjalët e kota, beja, vallahi, billahi, tallahit. E pejgamberi alayhi salatu wasallam çka i thot? Përzinja me sadaka. Pse fjalën tregtar? Se fjala tregtar, tijara, është përmend në Kur'an që ka të boje me veprat më të mira, është adhurimi, ibadeti. Ibadetin, Allahu e ka emërtuar tregti. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, ja ayyuhalladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim? O ju të cilë keni besuar Allahun, a dëshirojnë, a keni qef, që unë t'ju tregoj juve për një tregti, tunjikum min adhabin alim, që ajo ju shpëton prej një azabit të dhimbshëm. Tu'minuna billahi wa rasulihi, ti besoni Allahut, ti besoni pejgamberit të Allahut, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, të bëni xhihad në rrugt të Allahut me pasurinë e juaj dhe me veten e juaj. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kjo është më mirë për ju nëse ju e dini. Yaghfir lakum dhunubakum, ja fal juve çka? Gjunahet. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dhe ju fut juve në xhennet ku në ta ka lumej që rrjedhin. Wa masakin tayyiba fi jannatin adn, thot dhe ka vend banime të mira në xhennetin Adn. Dhalik al-fawzul azim, kjo është fitoria e madhe. Kuptuat? Fjala sa pesh kur të thot dikush ti tregtar mburu, kur thot dikush biznesmen mburu, pse se të ka emërtuar Allahu ti tregtar. Në ajet tjetër Allahu subhanahu wa ta'ala thot, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Burra ka që tregtia e tyre, biznesi i tyre, ato nuk e angazhon shitblerja ndaj përmendjes të Allahut, ndaj namazit. Fjala tijara, 7 vende është përmend në Kur'an. Është përmend në suratul Baqara, në ajetin e borxhit, është përmend në suratul Nisa, që mos me hangër mallin e njerëzve pa të drejtë, është përmend në suratul Tauba, është përmend në suratul Nur, që lexojmë ajetin që ka të bëjë me ibadetin, është përmend në suratul Fatir, që ka të boje me vepra të mira, njeriu që shpenzon, jep sadaka dhe bën vepra të mira, Allahu e ka mërtu, kjo është një tregti që kur nuk humbet, dhe në suratul Saf, që e lexojmë ajetin në maheret, dhe në suratul Gjuma, në kohën e Gjumas, që e ka bë haram Allahu me punue me shit edhe me ble. Tash, në këtë moment, është haram me shit me ble. Haram, duhet mundal këtë biznesi. Përveç se nëse janë gra, ju shesën grave, a e qëtër me sejlë, është se gratë nuk e kam fars me dalë në gjuma. A më burat, nuk lejohet. E në këto vende e ka emërtu Allah subhanu ala tijare. E kjo puna e madhe e tregtis, është se shejtani në këto vende vjen dhe prezenton dhe tenton të ta prishin jetin, tenton që ti ta përzish mallin tan, si na tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në një transmetim tjetër, thot në tregti është betimet wal kadhib, edhe rrena. Në një transmetim te Abi Davudi është al-laghwu wal kadhib, fjalët e kota dhe gënjeshtra. Në një të Tirmidhiu, transmetim tjetër thot inna shaytana wal itham, shejtani dhe mëkati yahdurani al-bay, janë prezant në shitblerje. Vallahi billahi tallahi gjesh e mali se shtu shko merr. Ai ja bush më ndën edhe merr kur del ata që mali 50 denar.
Vallaj, billaj, tallaj, qysh që kanë pru, se di unë, ti shumë mire di. Sa ka të hargjua telefon, vallaj, billaj, këshire, ti e di, bënë një gjiro me kërë, a je di shërë të fjeke ka, a dhe këshire ti, kërë, ka i ma kanësht, aha, mashallah, a peshe, këto janë prezent, këto janë gjonë këto hadithin që na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thotë në këtë hadith na mëson pejgamberi alaihi salatu wasalam si ta ruaj mallin, si të ham prej halalit, si të kujdesmi, si vjen shejtani dhe ti ta prish në jetin. Kurse nga Ebi Qatada radhiyallahu anhu thot, e kam dëgjuar Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, iyakum wa kathrat al-halifi, keni kujdes, ruajuni nga betimet e shpeshta, fil bay' në shitblerje, se kjo është që ta bën ta harxojsh mallin, ta shetsh mallin, a mën ta hub bereqetin. Vallaj, billaj, tallaj, shkon flaka, kjo në Allah në mafta, merë se kisrajnë. Thot, ta bën që mallin ta shetsh, për një me ta harxojsh beja, por ta hek bereqetin Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Ebu Hurejra radhiyallahu anhu, thot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, beja, betimi është që të ban, që të shkojë artikulli jot, të shitët artikulli jot, por mamhaqatu lil kasbi, por e zhduk fitimin. Në transmetim të Ebi Daudi, thot e zhduk bereqetin. Merë pare, s'ka bereqet. Çuditësh, një. Kur të bash me kri naj pun, s'mlidhen, nuk rihet. Për këtë njeriu do të jetë shumë i kujdesshëm. Imam Nawawiu rahimahullah thot, ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam betimet në shitblerje, thot pa nevojë, dhe nuk është e lejuar, nuk është e preferuar. Pse? Se me ben Allahun e mbashtron vlerësin. Se kur ta përmendja Allahun e madh, edhe Allahun mërë ta ka përmend, ata rok mendja dikush që i rren në bejt e më barë në Allahun. Është s'mundët. E për këtë arsye nuk lejohet njeriu. Kurse Hakim ibn Hizami thot, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar, thot, shitsi dhe blersi kanë të drejtën e zgjedhjes derisa nuk dohen, derisa nuk bin dakord. Thot, nëse ata bin dakord në rregull. Thot, nëse ata janë besnika, ai që shet edhe ai që blen. Thot, wa bayyana, janë besnika dhe sqarojnë, kjo është malli, kjo që ka defektin, kjo çtu e ka mangësin, kjo e ka çtu mangësin. Do thot, janë besnika dhe sqarojnë njëri tjetrit mallin. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, burika lahuma fi bay'ihima, ju zhdon bereqet edhe shitësit edhe belerësit në tregtin e tyre. Nëse fshehin, e di mallin, e di ku janë mangësit, dobësit, dhe tenton t'i knejna e kje shembull, ma bëni Allah kush punon me kjera, ose në i mall tjetër, përshë është kjera që në matë mëdhaj, po flas, ti e din se nonën e majt është i mshuat kjeri, ti i del këtë nonën e djathë, këshishar kjeri, vija, linia, janë bush majndën. Dakor, të ty e këshirë të naunën tjetë, ti harron të këshirish. Se ti të ros mendja ka kjo ona, edhe mbaroj. Edhe, për këtë thot, nëse fshehin dhe gënjen njënin tjetrin, thot, ju ka zhduk bereqeti atyre. Allah i na rujt. Abu Dharri, radhiyallahu anhu, thot, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 3 personave, la yukallimuhumullahu yawm al-qiyamah. 3 personave si ju flet Allahu. Kur njeri nuk i flet njerit, kur t'i dhënohet keq. Allahu t'i takon shembulli më i lartë. Nuk ju flet në ditën e kiametit. Një prej tyre është ai njeri i cili Allahun e ka vënë tregti në çdo artikull bën ben Allahun. Çdo artikull, shet blen, ai pa ben Allah nuk bën. Allah i na ruajt. Do thot kujdesni. Shite mallin, lëvdroje mallin tanë, radhite mallin tanë,
tregoje hakin e mallit tonë, mburë me mallin tanë të mirë që e ke, mburu, se ja ke dhon hakin, a më njo me mbashtru. Luftroj mallin tënë, në kategorinë që është. Luftroj në punën tënde, në masat që janë, brenda kornizave. Për këtë arsye do ai që shet e ka bo Allahun çdo blerje, çdo shitje bën bejnë Allahun, këtë nuk e shikon, nuk i flet Allahu subhanahu wa taala. Kurse nga Selmani radhiyallahu anhu thot që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru Allahu ilehim, nuk i shikon Allahu. Tre part kanë, nuk ju flet. Këto as nuk i shikon. E cili thot plaku zinaqar, fukaraja mende madh, do të shtihet fukara, do të shtihet me biznismenat, me tregtar. Mburrët, ai blen telefon 3-7 meçi ki mbule hin borx ta ble 7 meçin. Ai ble patika original ki hin borx lip njerëz me ble patika original, mu mburr me dikon. La ilaha illallah. Allah na ruajt. Do të fukaraja mendje madh dhe personi i cili a kupton e shet mallin me be, Allah na ruajt. Be trenshëm, Allah na ruajt. Për këtë gjë njeriu do të thotë duhet të ketë kujdes, për shkak se nesër do të vdesmi, do dalmi prej Allahut subhanahu, do dalmi prej kësaj dunjoje, do dalna para Allahut subhanahu wa taala, çka kena me thon Allahut? A kuptuat ku është defekti? A kuptuat pse s'ka bereqet? A kuptuat pse s'kena stabilitet? A kuptuat problem? Në çdo send shkon ja fshin datën, i mshon datën 2026-ën. Ka dola fati 2025-ën. More smun njerin, more çon spital njerin. E mit mor njerin. Çka kemi thon Allahut nesër ditën e kiametit? Për këtë lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të na bën të drejtë. Lusmi Allah subhanahu wa taala të na bën besimtar, të cilë tregti të bëmi si ato të parët tonë, mes tregtarëve ka shpërndar Islami, si janë kon besnika dhe janë kon të drejtë. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të na bën prej tyre. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Lezër Ibn Mes'udi radiallahu anhu thot, betimet janë nxitje e shitjes, por zhdukët fitimi. Kështu thot Ibn Mes'udi radiallahu anhu. Kurse Ebu Hurajra radiallahu anhu thot, el kedhibu milhul bej, gënjeshtra është kripa e shitjes. Pa kripa hatje me jeki? Sahat. E gënjeshtra është kripa e shitjes, por dije se gënjeshtra do të ta shet mollin kur të rrenjsh, por dije se ta ka zhduk fitimin. Anas ibn Malik thot radiallahu anhu, ja mashrat tujar, o ju tregtar, thot ju thojni në blerje dhe në shitje, wallahi billahi tallahit. Na del prej goje, a këta edhe najherën edhe keni vuron, duke me ndua me arsitu vetën, wallahi billahi nuk o qështu, wallahi billahi. E thot Anas ibn Malik, atër përzinja mallin e juve me sadaka. Përzinja, do thot, me sadaka. Do thot, pas çdo biznesit, pas çdo puna, tentojni përzin jepni sadaka. Për shkak me shpëtu veten e juve. Se po dalin fjalë, dashëm s'dashëm prej gojës tonë. Kurse Dehlawi ju thot, nuk është e preferuar beja në shitblerje për dy gjona. Për shkak se mbashtron njeriun dhe e dita fjalën e Allahut, vallahi billahi e ul. Do thot tona, kur takon, ai ki bon ik pi ato që të bën bej. Hik pre ato që t'jep selam, se ta shlojnë ato. Allah i na ruaj. Para mendo çfarë deregje ke mriti që njerëzit mendojnë keq për ti kur thojna wallahi billahi tallahi kodra mu rënu ti qëndron thonë kjo musliman. Ajo të dale emni kur ta përmend Allahun kita ka shlue. Hik. Atë çfarë musliman jemi ne? Si do bëmi model dhe ornak për të tjerat?
Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith që e transmeton Daraqutniu nga Ibn Omer radhiyallahu anhu, thot at-tajir as-sadduq. At-tajir, tregtari besnik. Al-amin, që nuk të mbashtron. Besimtar, do tregtari i besnik, amanetxhi musliman. Thot ma nebijin do tjetë me pejgambert Allahut, was-siddiqin dhe me besnikat, wash-shuhada yawm al-qiyamah dhe me shahidat në ditën e kiametit. A e morë vesh në çfarë grade ke vëllai jem nëse je besnik? Në tregtin tënde? Shitblerjen tënde? Do të thot me shahidat, me pejgambert dhe me besnikat në ditën e kiametit. Përzinja me sadaka, pse me sadaka? Se Allah thot innal hasanatu yudhhibna sayyiat. Veprat e mira janë që i fshin veprat e këqija. Për këtë pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka mësuar që ne edhe nëse bina në gabime, si të lojmë gabimet tona, lusmi Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na bën ornak dhe model për të gjithë. Lusmi Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na bën prej tregtarëve të mirë dhe të drejtë. Lusmi Allahu subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon gjithëve në xhennet al-firdaus wa aqimus salat.